إياك نعبد وإياك نستعين të shtëpia komunitetit atje për pome, edhe një iftare kam pregatit kushikora në Zotin nderueshëm. Profetit alayhis salam, të cilëve kur ndodhte ndonjë një rast i tillë mbështeteshin fort me fjalën inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Të Allahut jemi dhe të ai do të kthehemi. Zoti ynë i lartë madhreshëm, na e pranon këtë Kur'anin Kerim që u këndua me pranimin më të mirë. Dërgoj dhurat shpirtit Muhamedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të gjallë dhe tepër nga ummeti i tij. Zoti bëre shpirtin e kësaj të gëzuar, mëkatet e saj të falura, veprat e saj të pranuara, llogaria e saj të rrihet e lehtë dhe shpejt begatoj me begatitë e xhennetit o mëshirës. Zoti ynë i lartë madhreshëm bëre që shpirti ku pushon kjo të jetë tek lumenjët e xhennetit, tek freskijet e xhennetit, tek hijet e stërgjatura të xhennetit, tek bukuritë dhe jeshit e pasosshme të xhennetit nga mëshira jote. Zoti ynë i lartë madhreshëm bëre që shpirti i saj të jetë në përqindësi me pejgamberët, me shahidët, me të drejtët, me të mirët, me gjithë ata të cilët e kanë besuar dhe të kanë nështruar vetëm ty, ya Rahman Rahimin. Zoti ynë ne kemi dëgjuar në thirrës duke thirrur,